Në Athinë u promovua romani Kodi i nderit në gjuhën greke, i botuar nga shkrimtari minoritar grek Telemak Koça. Kodi i nderit trajton një tematikë shqiptare, konkretisht plagën moderne të ringjalljes së kanunit. Ky roman përbën një nga shembujt e ndritur të letërsisë realiste dhe shquhet për fjalën plot dritë, botën e pasur të nocioneve dhe ndërtimin e karaktereve, duke na zbuluar libra që bashkëbisedojnë me kohën dhe përcjellin problematikat shoqërore. Veprimtaria e promovimit u organizua nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptar në Greqi Literart. Merrnin pjesë shkrimtarë artist greke shqiptar, dashamirës së letërsisë. Të gjithë kishin nga një fjalë të mirë për të thënë. Ndihet emocionalisht pena e tij. Një pen e fuqishme që pasionon realitetin shqiptar, realitetin grek dhe urën lidhëse që lidh dy popujt tanë miq dhe vëllezër. Kemi në gjilin tonë një shkrimtar të tillë si Telemak Koça, që do të mbetet në historinë e letërsisë shqipe. Si shkrimtar, sikundër e thamë dhe më përpara, që krijon atë urën shpirtërore me dy popujt e tanë. Megjithëse i shkruar në greqisht, tema është shqiptare dhe besoj se duhet të interesoj shumë lexuesit shqiptar që ditë lexoj greqisht. Ky është edhe synimi im, që jo vetëm për lexuesin grek të mirëfillt, po edhe për lexuesin shqiptar që ditë lexoj greqisht. Brezën e dytë. Edhe me një perspektivë ndofta përkthim në shqip që ta lexojnë dhe shqiptarët. Vetëm pak ditë para promovimit të këtij libri, shkrimtari Koça u kurorëzua me çmimin Athens Prize of Literature, romani më i mirë i vitit i publikuar në Greqi. Telemak Koça mbetet një ambasador aktiv i letërsisë shqiptare në Greqi, i njohur për lexuesin e të dy vendeve, me vepra të botuara në të dyja gjuhët. Ai ka përkthyer një sër veprash të autorëve si Ismail Kadare, Besnik Mustafaj e Mimoza Ahmeti.